Ana Kallaku ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale me një postim të fundit, ku ka folur hapur për marrëdhënien me partneren e re të vëllait të saj, aktorit Bes Kallaku. Gjatë një bashkëbisedimi virtual me ndjekësit në Instagram, Ana ndau detaje për raportin e saj me Ejonën, duke treguar afërsi dhe mbështetje të plot për lidhjen e tyre. Ajo publikoi edhe një foto ku shfaqej e përqafuar me të, megjithse duke ia fshehur portretin. Ndjekësit e pyetën moderatoren për marrëdhënien me kunatën e re, ndërsa përgjigjja e saj ishte mjaft emocionale dhe e sinqertë. Sa shumë pyetje kam në inbox për Ejonën, ajo është një burim i kulluar gëzimi në shtëpinë tonë. Pas kam pritur 33 vite për të, përshkruaj Ana, duke theksuar se e mirëpret plotësisht në familje partneren e re të Besit. Tema ngjalli kuriozitet edhe tet ndjekësit, të cilët pyetën nëse çifti do të shfaqet së shpejti publikisht. Sipas Anës, mungesa e daljeve publike apo e fotove të plota nuk lidhet me fshehtësi, por me dëshirën e Ejonës për të ruajtur privatësinë. Pavarësisht dëshirës sonë të madhe, është totalisht zgjedhja e Ejonës sonë për të mos u ekspozuar, sqaroi ajo.